Me të shtemi mirë se erdhët në ftohtë të nxehtë. Sot ky nuk është thjesht një emision, është një përqafim për çdo fëmijë. Sot u thojmë në botën e ngjyrave, ëndrave dhe pafajësisë. Sepse është 1 qershori. Dita kur festojmë thesarin më të çmuar që kemi, fëmijët. Kjo ditë na kujton se jeta është më e bukur kur e shohim me sytë e tyre. Plot kurreshtje, dashuri dhe gëzim të pastërt. Le të festojmë së bashku me lojra, buzëqeshje dhe ëndra. Sot për fëmijët, por bashkë me fëmijët. Dhe mos harroni, çdo fëmijë është një botë në vete, një dritë që ndriçon të ardhmen. Ndaj, le t'i dëgjojmë, t'i kuptojmë, t'i mbrojmë, sepse bota është më e mirë kur fëmijët rriten me dashuri. Fëmiria është zemra e të gjitha moshave. Kur një zov një pëllum ne shikojmë, duam krasi ata të fluturojmë. Zemra jonë që këtaj kur troket, me zemra flet. Në zësin ku do janë pranderojnë, dhe në sy ata mbajnë jetën tonë. Dashurin nuk turin e pa fund, me ëndra shumë. Ka një bot me ëndra janë të vegjël shumë. Do e dhuroja, është lumtur t'i shikoja, me fëmijët në gjithë globin hanë ban. Të gjitha do e dhuroja, është lumtur t'i shikoja, me fëmijët në gjithë globin hanë ban. Mos e prish një lumturin, mos e prek një dashurin, as kërkush mos ta provojnë se në nacion lejojnë. Fjalla në kuda në mod, qadër zemra dashuri, i mëngjes jetë si thot se në nari njeri. Kjo doj që tundi djepi, gjithë botën e sundo. Prish një ëndrat janë të vegjël shumë. Mos ndoni nënat, syrin e pa gjumë. Të gjitha do i dhuroja, ka që lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë ban. Të gjitha do i dhuroja, ka që lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë ban. Prish një lumturin, mos e prek një dashurin, as kërkush mos ta provojnë se në nacion lejojnë. Fjalla në kuda në mod, qadër zemra dashurin, i mëngjes jetë si thot se në nari njeri. Kjo doj që tundi djepi, gjithë botën e gëzon. E nisëm me këngën E duam lumturin, nga nxënës të shkollës Misba and Friends. Po mdoket me juve në zakonisht në festa, po takona. Qysh jeni ajni mira u lëdhët? Pse ka të serios të keni ditën e ju i dy qysh. Nejse ti jo. Ti jo se ti ma i gacën. Nis pak. Përshëndetje, si jeni? Okej. Unë përdu një nga një, mi ju lexu emrat, mi ju falenderu për këngën shumë të bukur që e keni këndu, realisht disë për largona se për Nina. Përdu me i përshëndet gjithë fëmijët e shkollës Misba and Friends, të cilët me zanin e tyne, me punën e palodhshmet dhe gjithë stafit atje, bëjnë që fëmijët të çdo ditë, jo vetëm në 1 qershor të festojnë, të buzëqeshin dhe të jenë super të nxjerrshur me aktivitetet të ndryshme dhe të shumta. Sukseset e tyre tani më janë edhe jashtë trojave shqiptare. Kështu që unë dua të falenderoj Eltin, Urtin, Jana, Dea, Tara, Tuana, Lea, Aelia,
Hana, Nar, Jona, Luna edhe Nart. Faleminderit shumë. Veç pak tash po dalë qëtu të ti. A mas pari apo të pëlqen që kësë kena me balona? Ti për shumë. Maje mikrofonin të vetë, unë e përrit qështë. Qa kemë bu kur të rritësh? Ose aktore, ose këngëtore. Pos gjona së më përri mosha të bënd vetën. Me tonën e qëtash më aknu një kangë dikujt veç pak? Cilin këngë? Shqipa anglisht. Shqipa anglisht. Hajtë një veç 5 sekonda. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. So they say the subsequent fall was inevitable. They never stood a chance, they were written that way. Bravo! Faleminderit shumë. Shko për zanë. Qushjete? Mirë. Urime një qërshori? Falema. Qush thët mami kur të bërtet e shpia, më të regën? Valla ka shumë sene. A thët na herë, balë ma? Po. A thët kënda ma shumë, a valëza ma shumë? Jo. Jo? Kush rënë qëtu ma shumë të në telefon? Te, hajde qëtu. Qka këshu në telefon ma shumë të? Qa këshyre? Luj-luja. Lunë-loja, cëllën loja, në përshamë dhe kam my favorite është me Snake u kom përvara. Tasht, zdi qa. Plët luja. Okej, kush më marrit së të një vjersh për juve? Asjene për vjersh asnja? Okej, cëllën mësuse e dënë ma shumë? Mësusën djelë, se mësuse e kam. Mësusën djelës? Okej. Qa bërtet djelësa kur bot nërvaz? Opa. Për kongë mas shumë te. Kur se mësën tekstina? Qa ju ka thonë kër e keni këndu kongën që e keni këndu sot e dua ljumëturin? Shumë mirë, i ka Shumë pëlqy mirë? shumë. Cilin e ka pak ma shumë që e dënë djelëza? Nashta Sway Me. Mësusja djelës më ka pranu me folj. Kush më më të regë? Si ja e mirë. Mirë jam. Me ma shu kur eshtjen mu, gjithë shikuesve tanë edhe gjithë stafit ftëftë në zetë, sa vjet i ki? 13. Qa kemë më ti kur të rritet? I kam plot opsione, jemi mirë në basketball, për shkak gjatësis, po ashtu i bjen, kam talent edhe në muzikë, që është përsej që mëna me përdor, edhe po ashtu menej që arsimi mi është shumë i rëndësishëm, shtu që ndoshta me ndonjë shkencë. A je jetu lu basket po, sigur? Po. A ke rona e me të rashku? Jo, zakonisht jepi kosha ofër Që shqithojnë asaj pjesës që kapës në kësh? rim. Rim. Po. A ke bore me? Po. Sigur të ki shumë E vjetë. ku ngulit, jo, nuk është shumë problem. Jo. Okej. Kush për juve e dënë matematikën mas shumë ti? Sa bojnë 2+2 për shambull? 4. 4. Ope, që në zanë qatë? Okej, na bashkë më mundum që sa do pak me sjell një atmosferë festive. Unë falenderoj edhe njerë gjithë nxënësit dhe profesionalizmin e shkollës Misba and Friends. Realisht në është hera 2 që jemi taku, sepse kemi pasur edhe në një fest tjetër që na kanë kënduar një këngë edhe sot. Kështu që për të gjithë ata që dëshirojnë që fëmijët e tyre të kenë sukses, i drejtoheni Misba and Friends. Kështu që falenderoj shumë që jeni konë me ne sot, në ftoftë e nxehtë, ditën e 1 qershorit, uroj që të keni sa më shumë shëndet fillimisht dhe të gjitha ëndrat e juaja le të plotësohen. Faleminderit.